sulmoj një vajzë të re, që është blogerë, është influencer, tiktoker, që do qoftë, që ta sulmojnë, ta bullizojnë dy punonjëse të parlamentit shqiptar, që janë votuar dhe paguar me taksat e shqiptarëve, është e turpshme. Kjo është bërë me gjithë. Janë marrë me shpinë e Entelës nga Durrësi, janë marrë me shpifje për Ilirin, që nuk janë as pak të vërteta, janë marrë me shpifje për shumë personazhe aty. Të gjitha këto janë besoj që Bisha kur është në momentet e fundit të jetës vet, bërë shumë më agresive dhe më ashpër dhe besoj kjo po ndodh. Shumë nga protestuesit thonë se janë kërcënuar deri me jetë apo deri tek fëmia, familja. Ju ka ndodhur juve personalisht? Jo. Unë s'kam pas kërcënime, tani të gënjej kot. Ose ndoshta unë kisha kaluar këtë fazën që tëmbësha nga kërcënime që të proteston rreth, se ne jemi qenë shkur që protestojmë, kështu që gjaja kishim kaluar se patjetër kemi qenë me polici, kemi qenë shumë më shumë forca policie, shumë më të pambrojtur se sa që jemi aty që jemi gjithë bashkë në shesh, gjitha media do është vëmendja më e madhe, dhe unë nuk kam patur kërcënime realisht. A dini ju që shumë nga shokët tuaj të kanë patur, apo disa prej shokëve tuaj të kanë patur, ju a kanë rrëfyer këtë? Unë e di që këshilla miqësore ka patur. Këshilla miqësore, për t'u larguar nga protesta. Po. E kuptoj. Se mund të vinë gjoba, se mund të penalizon, po ti ç'pun ke çdo aty, kështu gjërash. Jemi në ditën e 41 sot. Askush ndoshta nuk e kishte menduar, po e diskutonim edhe me zotin Lubonja, as vet ai nuk e kishte besuar që protesta do të shkonte deri në këtë ditë. Çfarë ju bën të jeni rezistent? Besoj që shqiptarët kanë duruar për 85 vjet dhunë, diktaturë, dhe një sistem ka që gjatë nuk mund të rëzohet as për një muaj, as për 40 ditë, dhe rezistenca shfitore janë më madhe. Fati mirë që jemi gjithë bashkë dhe gjëja e bukur aty është që kanë rënë dallimet partijake që është më e rëndësishme, kanë rënë dallimet krahinore, fetare dhe jemi gjithë aty bashkë për një gjë, për të jetuar me dignitet në vendin tonë. Këtë komunikime kisha dhe me parlamentarë që ishin në Tiranë, dhe më thamë pëse po protestoni me idenë që qa mund të bëjmë ne për ju. Shpresoj shumë që të ngri një zërin për Shqipërinë, jo që ne të futemi në Europë dhe ta kemi antarësimin në Europë një vizë punë për vendet europiane, po që ne të jetojmë me dignitetin që jetonin në shtetet europiane, të jetojmë në vendin tonë. Dhe besoj që kjo është diçka që është një gjë që duan shumë nga ata protestuesit, gjithse kush mund ta thënë në forma të ndryshme, por që besoj që gjithë po protestojnë që të mos kenë nevojë të shikojnë përtikur nga Shqipëria, por të jetojnë me dignitet në vendin e vet. S'po pretendojmë bëhemi Zvicër, s'po pretendojmë bëhemi Suedi, por të paktën një vend me një jetesë normale, besoj që e meritojmë të jemi. E keni ju gati planin B? Pra plani A është rrëzimi i kësaj qeverie, apo jo? Supozojmë se kjo ndodh. Jeni gati ju për të vepruar? Unë nuk kam kompetenca për ta bërë këtë gjën. Besoj që kur të rrezohet Por themi ju flasë gjithë. Besoj që kur të rrezohet kjo qeveri dhe Rama t'japi dorëheqjen, aty ka aq shumë të rinj, aq shumë shqiptar me vlera që do të dinë ta drejtojnë, ta menaxhojnë, të japin drejtimin e duhur Shqipërisë. Besoj që janë të pafund, kështu që besoj që kur të jetë momenti ata do bëjnë punën e tyre më së miri, e shumë herë më mirë se sa që kanë bërë këta në 35 vite. Çfarë do të ndodhë sot? Çfarë do të ndodhë nesër? Nesër është paralajmëruar një tjetër protestë kombëtare. Po, nesër është thirrur nga qytetarët vetë një protestë tjetër kombëtare, kështu që ajo shumë herë thirret vetë nga qytetarët, edhe shikojmë rastësisht një postim dhe vazhdojmë të bëjmë share gjithë. Dhe kjo është e bukur e kësaj proteste, që nuk është dikush një grup që organizon. Po jeni gjithë bashkë. Aty janë të gjithë shqiptarët organizatorë, dhe e ndjen, e shikon që të gjithë ndjen, dhe madje edhe në bisedimet gjithmonë për çfarë mund të bëjmë që kjo të shkojë më shumë ashtu, dhe e ndjen që jemi gjithë bashkë, nuk është se është një figurë, nuk është se është një lider, nuk është se është një grup lideri. Është një grup që na çojmë mikrofona gjithë. Fatkeqësisht, fatmirësisht, Nena ngeli ajo pjesëndor për tu menaxhuar, por nuk jemi ne që organizojmë protestën dhe menaxhojmë protestën. Fatmirësisht ato janë mijëra shqiptarë që e bëjnë. Është lajmëruar, unë e kam parë në rrjetet sociale. Shpresoj shumë që nesër të bëhemi prapë më shumë. Kemi dhe koncertin, kështu që uroj që kemi edhe ca shqiptarë që të shkojnë atje të thonë Rama jep dorëheqjen. Dhe besoj që dështimi i atij koncerti është sukses si kësaj protesta? Po ne nuk po bëjmë luftë me kryeministrin kush bën koncertet më të bukura, se po të kishim këtë luftë, Shqipëria ka shumë artistë mirë, saqë dhe besoj që e mbështesin kauzën, që do ishin shumë gatshëm për të bashkuar dhe për të bërë një koncert shumë më madhështor në shesh. Por
Koncerti, investimi i shtetit në një koncert tek një individ privat është i turpshëm. Patjetër që është i turpshëm. Ata dalin edhe denoncojnë shqiptarë që lejnë review të këqija, ndërkohë që për vete shkojnë edhe investojnë një biznes privat, sa është biznes privat, është artist, është biznes i tij. Para nga rezerva e shtetit. Nga rezerva e shtetit, ndërkohë që ti ke shqiptarë që nuk arrit marrin ndihma miksore, që kanë nevojë për kurimin e shtetit sepse shteti shqiptar nuk e ofron disa lloj kurash dhe shteti nuk u mundson trajtimet, ndërkohë që shteti pas ka lek për të investuar Kanye West, po nuk ka lek për të çuar shqiptarët për të kuruar, kur ai vet nuk u ofron kurimin, është e turpshme. Që këtu të fillosh, për të mos filluar pastaj gjendja që është e jetimorëve. Po ke shkolla skandaloze, po ke spitalin në përrethën e gjendjes skandaloze. Tani këtu të ngelen lekë të emergjencës që ti dërgosh te Kanye West, ndërkohë që ti ke aq shumë vrima për të mbyllur në shtëpinë tënde dhe shkon në rregullon shtëpinë e mikut, s'bën sens. Çështja mendoni se duhet hetohet? Ka shkuar në kushtetuese, ka mbështetjen nga Partia Mundësia? Jo, nga Lapaj. Nga Shqipëria Bëhet ka shkuar në kushtetuese. Ka shkuar edhe nga diaspora. Nuk kam, por që ka shkuar në kushtetuese, e pash e kishte bërë Floraçka nga diaspora në Zvicër, kishte bërë që dje këtë gjën. Pash edhe një lajm diku, nuk e kam kapur akoma që për Lapën dhe jam shumë e lumtur që po lëvizet edhe në rrugë institucionale, jo vetëm në shesh, edhe uroj shumë që gjitha partitë ta bëjnë edhe këtë gjë, ne do bëjmë rezistencën tonë në shesh, ato të bëjnë detyrat e tyre nëpër institucione, patjetër për të dërguar ligje kushtetuese, për të bërë kërkesa në parlament, për gjitha gjërat. Po drejtësia duhet hetoj, pra është një çështje që duhet të kthehet në penale, e kanë fjalën? Unë nuk jam juriste, kështu që nuk them dot me kompetencë të gjën, po besoj që të preken rezervat e shtetit për një koncert, më duket te mase banale. Ndërkohë që kur na ndodhi tërmeti neve, nuk kishim ne mjaftueshëm në rezervat e shtetit, u hapën GoFundMe, shkon kërkon lek në për gjithë Europën, ndërkohë që tani, që kemi 2 lekë aty te fondi rezerv, se ç'a nuk mund të ndodhi, natyra është e paparashikueshme, si mund t'i përdorësh ti marrësh për një koncert. Në logjikën time si një qytetar thjesht nuk më bën sens. Por që besoj që institucionet e drejtësisë do bëjnë punën e vet. Spaku besoj që duhet ta shikoj, Spaku duhet shikoj edhe Albania Files për të parë gjitha lejet që janë dhënë, me çfarë legjislacioni, me çfarë kushtesh, si janë bërë marrëveshjet, sepse aty shikon që bisedat kanë qenë tavolinë shumë përpara ndryshimit të ligjit 2024. Që kjo është e frikshme. Unë e di që ai ligji është ndryshuar për të favorizuar disa investitorë, sepse kanë projektuar në kurrizin tim në Rjoll, por që ajo është e zeza mbi të bardhë, e dokumentuar që ai ligj është ndryshuar për të favorizuar disa miq të Ramës, që besoj patjetër Spaku duhet të bëjë detyrën e vet dhe të hetojë. Sot në ditën e 41 të protestës, çfarë do të ndodhë? Pyetja e fundit. Do protestohet si çdo ditë paçësisht me qytetarë që flasin dhe shprehin hallet e tyre, që mbase shumë mund ndihen të bezdisur nga disa fjalime, po fatmirësisht ne jemi, kjo është Shqipëria, këto janë shqiptarë që kanë votuar këtë sistem për 35 vitesh, dhe shoqëri që po jepet mundësia për të folur, për të dëgjuar, se në 35 vite janë dëgjuar vetëm një herë në 4 vjet kur kanë shkuar për t'u marrë votën, dhe janë thjesht dëgjuar mbaj Shënima Bedin, po jo se janë dëgjuar ndonjëherë dhe janë trajtuar kërkesat e tyre. Kështu që po dëgjojnë aty, kështu që po flasin, kështu që ne nuk po ndihemi më vetëm, po e kuptojmë që këtë hallin tim e pas kanë dhe shumë shqiptarë të tjerë, dhe prandaj jemi gjithë bashkë aty, që protesta do jetë si çdo ditë, derisa ai ta kuptojë që ne aty në shesh jemi shumë më shumë se sa 800.000 votat e tij. Faleminderit që ishte me mua në studio, sukses në vazhdim. Faleminderit juve.